E kodit penal, demokracitë udhëhiqen nga liria, diktaturat udhëhiqen nga heqja e lirisë. Dhe problemi kryesor që ju keni, tha, duke dëgjuar gjithë diskutimet tona, është se ju jeni akoma në mentalitetin që kodi penal bëhet për të hequr lirinë. Kodi penal nuk bëhet për të hequr lirinë, kodi penal bëhet për të garantuar lirinë. Që do thotë që heqja e lirisë është ekstremi i domosdoshëm për të ruajtur balancat e shoqërisë, por nuk udhëhiqet shoqëria nga sitja heqim lirinë njerëzve për çdo gjë, dhe në çdo rast dhe kudo ku na jepet mundësia. Këto janë tema të mëdha të cilat ne do duhet t'i përballim sepse janë të pashmangshme në një proces kur ne kemi vetëm 35 vjet që jemi të lirë dhe s'kemi asnjë vit akoma që jemi në një sistem demokratik të konsoliduar me një shtet të drejtës që i garanton të gjitha këto dhe që s'ka nevojë fare as t'i bëjmë debat, dhe me një sistem drejtësie të pavarur prej vetëm 10 vitesh në letër dhe prej vetëm 5 vitesh në realitet. Tradita jonë është e tmerrshme. Tradita jonë është armiku ynë më i madh i të gjithëve ne, shqiptarëve. Filja jonë e brendshme për gjak, për të parë tjetrin me këmbët lart dhe me kokën poshtë, vjen nga e kaluara dhe është një problem themelor për të ardhmen tonë. Dhe këtë ne do ta mbajmë parasysh. Duke e mbyllur, dua të them që nisma thjesht dhe vetëm adreson një, juristët e quajnë boshllëk, unë them një problem që nuk duhet shfaqet më, ose duhet i shkoj më në mend askujt që me fuqinë e prokurorit edhe me verbërinë e gjykatësit që i shkon prokurorit nga mbrapa pa arsyetuar të marrë peng një funksion kushtetues. Kjo është kaq dhe është e thjeshtë. Ndërsa rasti konkret është në proces në Kuvendin e Shqipërisë dhe do trajtohet me gjithë përgjegjësinë që ne kemi si shumicë qeverisëse. Dhe kush i lidh të dyja duhet ketë parasysh që edhe në aspektin kohor, nëse unë nuk gaboj në llogarinë e kohës, Parlamenti do të shprehet përpara për imunitetin dhe më pas do të kaloj në vot ky ndryshim. Kështu që s'ka asnjë lidhje me rastin konkret. Kjo është, dhe natyrisht që për aspektin tjetër nuk është kjo dita për të folur, do flasim në momentin e dur kur të bëhen gjitha procedurat e tjera.